Sot, vëmendja ndërkombëtare është kthyer te përplasja më e rëndë e viteve të fundit mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Venezuelës. Sipas raportimeve nga agjencia Associated Press dhe agjencia Reuters, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kryer sulme të shpejta në disa zona përreth Caracasit, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se presidenti venezuelian Nicolás Maduro, bashkë me bashkëshorten e tij, janë kapur dhe janë nxjerrë jashtë Venezuelës për t'u përballur me akuza në territorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Qeveria në Caracas ka shpallur gjendje emergjence dhe e ka quajtur ndërhyrjen agresion ushtarak. Si erdhi deri këtu? Kjo krizë nuk është krijuar brenda natës. Prej muajsh, Washingtoni e ka rritur presionin ndaj Caracasit, duke e goditur veçanërisht te pika më e ndjeshme e ekonomisë venezueliane, sektori i naftës dhe rrugët e transportit detar. Në fund të vitit 2025, Shtetet e Bashkuara të Amerikës njoftuan masa më të ashpra ndaj anijeve të lidhura me sanksione dhe u raportuan sekuestrime të ngarkesave të naftës. Reuters raporton se këto masa kanë ndikuar në rënje të fortë të eksporteve të Venezuelës, duke e shtyrë vendin drejt trysnisë edhe më të madhe ekonomike. Vetëm një ditë më parë, me 2 janar, Nicolás Maduro doli publikisht duke thënë se është i gatshëm për bisedime serioze me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai foli për bashkëpunim kundër trafikimit të drogës dhe sinjalizoi hapje për investime amerikane në sektorin e naftës. Por në të njëjtën kohë, Reuters raporton se gjendja ekonomike është përkeqësuar ndjeshëm. Valuta vendore, bolivari, është dobësuar shumë gjatë vitit 2025, ndërsa goditja e të hyrave nga nafta e rrit presionin mbi inflacionin dhe mbi importet bazike. Pas sulmeve të sotme, Reuters raporton se infrastruktura kryesore e prodhimit dhe rafinimit të naftës nuk është dëmtuar, por porti La Guaira është goditur rënd. Ky port nuk konsiderohet qendra kryesore e eksporteve të naftës, por mbetet i rëndësishëm për logjistikën dhe simbolikën e kontrollit territorial. Tani, 3 pyetje kryesore janë në qendër. E para, çështja e ligjshmërisë dhe precedentit, sepse një operacion i tillë hap debat të madh për sovranitetin dhe për autorizimin politik brenda vetë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E dyta, stabiliteti i brendshëm i Venezuelës, pra kush e kontrollon aparatin shtetëror dhe forcat e sigurisë nëse vërtetohet se presidenti nuk është më në vend. Dhe e treta, ndikimi ndërkombëtar. Çdo pasiguri në Venezuelë rrit rrezikun për tregjet e naftës, për valë të reja migrimi në rajon dhe për polarizim diplomatik mes fuqive. Kjo histori sapo ka hyrë në kapitullin më të rrezikshëm. A do të shkojë drejt tranzicionit politik apo drejt përshkallëzimit dhe kaosit, do të varet nga zhvillimet e orëve dhe ditëve në vijim.